çorape të grisura. Nina doli me çorape të grisura, u bënami. O Nina, unë pa çorapet të tua që po japin shpirt, jeni shumë të mira. Edhe mora të përgjigjem në një koment pozitiv, se nuk dua të jap rëndësi te komentet negative që mora. Të gjithë, s'ke çorape, s'ke lek të blesh, ku vete me ato çorape. Edhe që shpjegova në një koment, thash që sa kisha ardhur nga palestra, nuk ishin të grisura, kishin ik fjet nga brenda, ishte hapur kështu çorape, që po ta shkoj në video do shikoni. Po nejse, edhe të isha me çorape të grisura, edhe një njeri të jetë me çorape të grisura. S'mund të ketë lek vërtet që të blej çorape. Të tallin, edhe të përqeshim një njeri që s'mund të ketë lek. Hajde, se unë shukjër zotit, kam punë, kam lek, do të tregoj edhe çorapet aty që të mos e kini me merak, juve që e kishit shumë me merak, se ja kam çorape të veshë, por nuk e di, mbaj mend që kur ishim atje 12, 13, 14 vjeç, kur na thoshte një fëmijë tjetër një diçka të tillë, ta merrnim keq edhe të mërziteshim si fëmijë që ishim. Po tani, ata që më ndjekin mua janë femra, mama. Edhe i shikoj faqet që më bën komente dhe komente negative. Të bëjnë një koment të tillë në 2025-ën. Çfarë edukatu japin atyre fëmijëve që kanë në shtëpi? Si i mësojnë të tallin shokët e tyre në shkollë kur nuk kanë çorape, kur nuk kanë rroba të veshin? Më vjen shumë turp për komentet që mora sot, edhe që t'u tregoj që shqyr zotit kam punuar, më studiuan prindrit edhe më dhanë mundësinë që të kem lek, të munden të blej dhe çorape dhe çfarë të dua, por astisi që dola ashtu, se nuk e kam problem që të dal ashtu, se nuk dal këtu, as me rrobat që më kushtojnë kush e di se sa lekë, dal thjesht për qefin tim dhe hajde të shkojmë tani. Ja. Këto janë disa nga çorapet e mia që kam, që të mos e kini merakë, juve që bët komente negative se s'kam çorape. Ndaj herë tjetër, shikoni të qani hallin të vetja juaj, si mund të bëni komente të tilla, te njerëz të tillë në 2025-ën, kur përpiqemi të gjithë të mësojmë me edukat dhe me respekt fëmijët tanë, juve merrni një telefon, se s'kini ç'të bëni, se nuk e di se pse keni kaq probleme në jetën juaj edhe doni që t'i transferoni te njerëz të tjerë. Më vjen keq për edukatën që jepni te fëmijët juaj. Keq.